Jack Smith, i cili po ashtu ka përndjek politikisht Donald Trumpin. Kjo lutja në fund që thot për nder të Zotit të ndihmojmë atyre. Pra, që nga fillimi deri në fund, është një narracion i cili Kosovës, si kur më parë ju ka dash një forum të tillë ndërkombëtar, dhe unë besoj që asnjë lider tjetër në hemisferin shqiptar nuk e kish pas guximin me thonë çashtu, në çat mënyrë, në çat forum, diçka të tillë, pavarësisht sa e dojmë na Kosovën ose krerët e UÇK-s. Për të rikthyer tek ish-krerët e UÇK-s, më 18 shkurt edhe i dëgjuam fjalimet përmbyllëse, ishte një kohë gjatë ku nuk i kishim dëgjuar katërshën e UÇK-s duke folur paktën kështu publikisht. Si të duken fjalimet e tyre, ndoshta duke filluar nga ish-presidenti Thaçi, duke marrë parasysh edhe afërsinë dhe bashkëpunimin që ke pasur ndër vite së bashku me të? Po, fjalimet e tyre janë reflektim e forcës së tyre, e cila është një forcë e hekurt, të cilën e kanë dëshmuar tash 5 vjetët e fundit, por e kanë dëshmuar edhe në dekadat e fundit me krejt aktivitetin e tyre patriotik edhe kombëtar. E thashë dikun më herët që i gjithë procesi ka filluar për ditëlindjen e presidentit Thaçi, ku prokuroria ka vendosur pikërisht në ditëlindjen e tij që të ngritë akt akuzën kundër tij. Dhe i gjithë procesi përfundon në ditëlindje të dytë të presidentit Thaçi, që është lindja e shtetit të Kosovës. E ku ai ka dorë kesht hise të drejt për drejt nga dizajnimi deri te jetësimi e këtij shteti. Dhe i gjithë fjalimi i tij është një rrugë për shkrim jo vetëm i tij personal, patriotik e kombëtar, por është edhe një rrugë për shkrim edhe i Republikës së Kosovës. Edhe presidenti Thaçi e argumentoi shumë mirë që ushtria qëndrore e Kosovës është kriju si nevojë për më mbrojt nga një luftë dhe nga gjenocidi, nga përndjekje sistematike, nga dhuna sistematike.